Alba, nuk që e thënë. Do të flasësh mirë ndoshta për qeverinë, Alba, që të mbaj linja. Unë them, ky duhet jetë problemi. Alba, po qëndroj tek çështja që ti solle, pra edhe reportazhi i Rajtreshit, cili flet tashmë pastrim parash dhe pikërisht në sektorin e ndërtimit. Unë ju ndoqa me vëmendje, sepse nuk lidheshim dot. Dua t'ju kujtoj disa gjëra që të paktën analizën e punës time kaq vite, mendoj se ka mbi një vit që programi i ardhshëm që Partia Socialiste dhe regjimi Ramis kërkon të bëjë për Shqipërinë, de jure është aprovuar në Parlamentin shqiptar. Kujtoj këtu ligjin për kanabizimin e vendit, pra ligjin për të bërë kanabizin të lishëm, duke favorizuar gjithmonë klientizmin e tyre me kompani të caktuar dhe pa pasur një projekt apo një analizë specifike se sa nevojë kanë të sëmurët shqiptar për të kuruar me kanabizin terapeutik, dhe së dyti ka bërë de facto de jure, ka bërë edhe ligjin e rinisjes lërave të fatit dhe të basteve online. Këto janë dy nga sektorët kryesor ku bëhet i parave të pista. Pra, sektori i basteve, lërave të fatit, trafiku i drogës, janë të gjitha de jure të aprovuar nga qeveria shqiptare dhe një nga burimet kryesore ku bëhet riciklimi këtyre parave. Nëse do të bëjmë një historik, se duhet të analizuar tashmë, politika e qeverisë shqiptare na ka bërë që kemi të arrijmë dhe në konkluzione dhe zona analitike me atë çka ka ndodhur. Çfarë bëri? Mbylli për 5 vite radhazi lërat e fatit, bazet online dhe favorizoi sektorin e ndërtimit. Në këtë sektor ndërtimi u bë burimi tjetër ku mund të riciklonte parat. Tashmë kur kemi një boom të sektorit të ndërtimit, ku ekspertët më të mirë të ekonomisë thonë se mund të kemi atë që quhet bola e ndërtimit, pra ajo flucka e madhe që mund të shpërthejë dhe mund të shkaktoj dëmet të jashtëzakonshme si për të gjitha ata që kanë investuar apo për të gjitha ata të cilët pretendojnë të kenë një pasuri imobiliare të ricikluar apo pa ricikluar. Këtu nuk i hym këtë llogaritje. Por pas 5 vite që mbylli bazet online ku e kishte burimin e parë ku riciklonte parat, u kthye për të pasur tashmë një tjetër sektor ku të riciklojë këto para. Dhe mos harrojmë se nëse shikojmë ekonominë shqiptare, kemi biznese të vogla dhe të mesme dhe shumë pak biznese të mëdha, investitor të mëdhenj. Dhe pikërisht kompanitë e vogla, kompanitë e mesme që hapen dhe mbyllen, ndryshojnë emër, kanë të njëjtin pronar, nuk kanë asnjë seli fiskale, nuk kanë asnjë të dhënë se ku e zhvillojnë këtë aktivitet të tyre, janë dhe këto shenja të forta të një ekonomie informale që përdoret informale në rastin më të mirë se ne po flasim për kriminalizim ekonomie. Kriminalizim. Unë kujtoj, ju thatë se kultuar dragetën, po unë kujtoj një nga rastet më skandaloze që e kam sjell personalisht, një nga dozet më skandaloze, kujtoj emrin Francesco Zumo, një nga sipërmarrësit e mafias Cosa Nostra, një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të riciklimit të parave të Totorinos dikur dhe të gjithë pasardhëve të tij, i cili në 2021 u soll në Shqipëri, e kam sjell personalisht si skandalin më të madh, ku pastroheshin rreth 23 milion euro përmes një banke shqiptare. Dhe në ato përgjimet e asaj dosje flitej qartë se si Francesco Zumo, me kontabilistin e tij, ekspertin e ekonomisë që ishte, nëse mbaj mendem mirë, emrin Fabio Petrucello, në këto biseda që ai zhvillonte me partneren e tij, thoshte që do nisej për Tiranë, sepse drejtori i bankës i kishte thënë që pastrimi këtyre parave, kalimi këtyre parave është një çështje teknike që bëhet mjaft thjesht, problemi është i prokurorisë. Po dhe këtë problem të prokurorisë thoshin në këto përgjime e zgjidhte mjaft lehtë se ish drejtori i antiriciklimit në Shqipëri ishte djali që punonte te prokurori. Madje kishte folur dhe ministrat nivelit lartë që për një shkëmbim vendi funksioni mos favorizonte dhe të kalonte 23 milion euro me një të shtypur të gishtit. Më pas vim pasaj ke skandalet e tjera, siç e përmendi Romiri, sa i përket ndragetës e tjerë. Të gjitha këto janë sinjalet që, jo sinjalet, po dëshmi, fakte evidente. Fakte evidente se çfarë po ndodh, pra çfarë do të jetë programi i ardhshëm i partisë. Alba, se për thash, de jure e kanë aprovuar. E kanë aprovuar dhe ndërkohë në një hangar
kanabis, më do kthehemi një angar të pasigurisë të gjithë atyre emigrantëve që dhe nuk do të qëndrojnë më 28 ditë. Dekreti i ri sapo aprovuar nga qeveria italiane dhe sipas burimeve të mia brenda pak ditësh, unë prisja brenda kësaj jave, ndoshta mund ndodhi, po sipas burimeve që kam brenda do të vi ajo që quhet fluksi i parë i emigrantëve, të cilët do të vinë me dekretin e ri në zoni. Pra me dekretin e ri do të vi fluksi i parë i emigrantëve. Po, fluksi i parë i emigrantëve me një afër kohor 18 muaj. 18 muaj. Sa kishte dekreti i parë qëndrimin e tyre në territorin shqiptar. Por do 18 muaj. Dhe janë të gjithë persona të sketuar, persona me precedent penal, persona me rrezikshmëri sa i takon aktiviteti dhe dyshimet të tyre të lidhura me terrorizmin ndërkombëtar, me terrorizmin fetar, me grupe nacionaliste anarkike të dyshita, janë të gjitha persona që kanë marrë fotovia. Pra, kë do të jetë kontingjenti, po themi ne, që presupozoj të vi, ka ndonjë shans që të sfidohet nga gjykatat sërish siç ndodhi më herët? Tani, urdhri i gjykatës europiane pritet vinte në muajin fund të marsit. Sa i takon normativës parë, transferit të 28 ditë e tjera. U shty në prill. U shty tashmë është thënë që shtyhet në fillim të muajit maj. Mendoj se derisa të kemi një urdhër gjykatës europiane, fluksi do të vinë. Do të vijojë me këtë draft të ri. Kemi pasur pak kohë më parë, për fat keq tonim, një deklaratë të zëdhënësit të Komisionit Europian, i cili ka thënë që ky ndryshim, ky draft i ri që ka bërë qeveria Meloni, është në përputhje me ligjet kombëtare italiane dhe në përputhje me ligjet europiane. Pra, në momentin, në këtë situatë si është, mund të ndodhë dhe mund të vinë shumë shpejt emigrantët. Sa i takon betejës gjyqësore, unë mendoj se duhet parë se kush janë ato organizata, uroj të jetë organizata botërore e emigrantëve, uroj të jetë organizata me një nivel mjaft lartë institucional ndërkombëtar, të cilët mund të bëjnë betejat ligjore për ta hedhur poshtë këtë lajm. Alba, të falenderoj shumë, Alba. Po, edhe ministri brendshëm italian ka thënë që po opozita italiane duhet të jetë e kënaqur se po pastrojmë jo vetëm qytetet, por sheshet, rrugët italiane nga emigrantë problematik. Pra, ky është premtimi me cilin kryeministri shqiptar i drejtohet shqiptarëve, popullit të vet. Në fakt, mund të thuaj shumë mirë. Alba, unë falenderoj shumë që ishe në lidhje, pavarësisht vështirësive të shumta që patëm sot. Në fakt, mund të thuhet faleminderit Alba. Do të jemi sërish edhe në programe të tjera Task Force. Slogani që mund të vihet në këtë rast është Shqipëria e kriminalëve apo e kujt mund të quhet, ndërsa shqiptarët në emigrim, se kështu i bie.